Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si je ti? Si je ti? Mirë, mirë. A, mo Eva, ku të humbi Adami, mo Eva. Ja, rrugëve. Po ku të humbi? Të kemë pretur me Eva të tjera. Inget mollën, fyti inget, ti shala. Kështu sa, ai nuk ka qenë fiks Adami nga historia. Domethënë, ishte një gjys Adami. A është mashkull? Mashkull. Qerësh. Edhe nga gjys. Më pëlqeu shumë historia se si ti e kishe shkruar letrën, edhe thash të ftova që ta diskutonim, sepse unë jam e sigurt që përveç teje ka shumë goca që mund ta gjejnë këtë diskutim me shumë vlerë për të parë çik ato qasjet e ndryshme ndaj situatës, se duhet të thënë që jo të treja do jemi dakord me zgjedhjet e tua. E di. Më thuaj. Atëherë, Adami ishte shoku im ishte shoku im I ngushtë për një kohë prej 5-6 vitesh. Domethënë unë kam pas në klasë që në fillore, në klasë parë, po që fillon më ofruam ka qenë në klasë 8, 9, diçka e tillë. Edhe kjo si periudhë përkoi me ndarjen e prindërve të mi. Edhe ka qenë personi që më ka ndetur mua më afër dhe realisht dinte gjithçka për mua, diskutonim çdo gjë me njëri tjetrin, edhe përgjimet që kemi pasur. Domethënë çdo muhabet isha shumë e lirshme me të, me dije që thjesht nuk gjykonte. Po kjo pastaj gjë vazhdoi dhe në gjimnaz, domethënë ishim me ndeshok në universitet më pas, unë nisa të kisha një pëlqim për të. Dhe thonë atë periudhë kam qenë një person që ja thoja njerëzve kur e kisha pëlqimin, domethënë nuk është se e kisha problem. Edhe ja thash atij, edhe ai u ftep në fillim, pasi jeri pak e papritur, po pastaj më tha që nga një anë e dinte që ne ishim pak më shumë se shok, por nuk është se kishim diçka konkrete që të nisnim një lidhje. Tani, për të qëndruar te kjo, ç'a bënit ju që ishit e dinit të dy që ishit pak më shumë se shok? Pra, ishit shok të ngushtë, po ai të tha që e dinte që ishit pak më shumë se shok. Mendoj që ishte thjesht ndjesi, nuk është se që bënim diçka. Pas atij rrëfimin e thjesht ndërprerëm kontaktet për një periudhë kohe. Edhe po pas disa muajsh, nuk e mbaj mend si ka qenë fikse arsye, po thjesht u rikthyem, nisëm prapë muhabetin dhe domethënë ishin që aty ku I kishim lënë si shok. Që pas asaj pauze të parë, ka pas dhe shumë pauza të tjera që pasuan, dhe ne gjithmonë riktheheshim duke hedhur një histori në Close Friends për një tekst kështu të gjatë, se të dy kemi qenë tipa që shkruani. Kështu që hidhni dedikime apo hidhni kështu tekst tamam të shkruar? Tekst të shkruar. Të shkruanit aty? Domethënë që ishte I qartë që ishte për njëri tjetrin edhe thjesht ashtu niste prapë muhabeti. Se unë jam shumë bjonde dhe nuk e kuptoj. Hidhnit një story, pra një story me sfond të zi, pa fuskot, Mund të ishte edhe një sfond me gjyra dhe shkruanit ndonjë quote që demek është për ty. Jo, shkruanin gjithë gjën si të shishte apo jo? Po, shumë ndjesin e momentit ose një situatë. Po pra, jo mesazh që ta marri ky. Ajo thotë që e shkruaja vetë, për Ndihem kështu që ti më mungon, etc, po jo. Po, diçka e tillë. Okej. Aha. Zë se çoj foto në privat. Mesazh me foto. Dhe ashtu nisnim prapë muhabetin, domethënë. Pastaj ishte ditëlindja ime një nga këto periudha që nisnim prapë muhabetin, edhe unë ftova për ditëlindje, do më ndilja vetëm unë me atë. Edhe ajo ishte dita që mua mu rritën më shumë shpresa, thash okay, do ndodh diçka. Se thjesht ishte kujdesur shumë për atë ditë, domethënë zgjodhi të vendin. Edhe komplet dhurata, domethënë, okay, ne studentë ishim edhe punë studentësh, edhe nuk është ishte gjëra monetare, se sa kuptimi I dhuratës. Po ishte dhuratë që kështë do me thënje për ty? Nëse mund të pyesim çfarë dhuratë ishte. Ka qenë unë atë periudhë kam qenë fiksuar me kristalet, edhe ka qenë një nga ato pemat me kristale që unë kisha shumë kohë që I kisha qef shtamerja, po thjesht nuk kisha bërë për mbar kamerja. Dhe je e dinte këtë? Po, se ja kisha thënë. Po, unë ja kisha thënë shumë kohë më përpara, mbas një vit më parë, edhe
S'është e prisja që do mbante më. Detajet, Mikli, detajet. Mbaj mend çdo gjë për shoqërinë time që nuk kam Që kanë qejf para një viti të blinë një pemë kristalesh. Si është sa një detajist si njeri. Edhe pak do filloj sherrë në studio, po vazhdojmë. Po nëse Detajist në mbaftë të mënd një cun. Po mo, ti Para ke një tim viti, vlla, i ka detajet. shoqet shumë të mira, men edhe ngjyrat e i ka bërë të gjithave nga një kuti dhurar për ditën me gjërat e preferuara brenda. Ajo është definitivisht një gafore. Po. 1 në 1 milion. Edhe i ka Dhe një shoqe. dhe 1 në 1 milion, faleminderit. Po Eva, Do zje me Xhesin deri në fund të episodit. Edhe domethënë përfundimisht ditëlindja vajte shumë mirë. Kështu thjesht kaloi si ditë, u ndam, okay, se tash. Edhe pas disa ditësh më shkruaj ti që kam nevojë të flas për një gjë, edhe okay thash unë mbase nga ajo ditë që u takuam, mund të kenë ndjenjë ndjenja, domethënë u entuziazmova shumë për atë bisedë. Edhe thjesht gjetëm një moment. Eva, më fal, ç'a ndodhi atë ditë? Ndodhi diçka që ti kishe këtë shpresën që ai do vinte dhe do të shprehte ndjenjat ditën që ju festuat ditëlindjen bashk, pra pati ndonjë afrimitet më shumë ose ndonjë sinjal, pse të lindën shpresat që ai do të shprehte ndjenjat? Jo, nuk është se pati ndonjë gjë të madhe, thjesht në fakt nuk është të takoheshim shpesh. Edhe kur kemi qenë shokë të ngushtë, edhe pse i rënin në një lagje, thjesht domethënë s'na përputheshin shumë kohë, dhe kështu, po më shumë flisnim. Ne flisnim çdo ditë, çdo moment, ne dinim çfarë po bënte njëri tjetri, edhe Me Igli. Gjë deri tani që po më thuhet, nuk po më jep të mendoj që këtu ka lidhje dhe jo shoqëri. Ka një gjë. Ka një gjë që nuk është shoqëri, Jo, po ndoshta lidhje nuk është, po Ka edhe shoqëri nuk të është. miksuara ndër këto që thot Eva, sepse nise, ta lëm ta marrojmë Po, edhe e flasim. O vetëm një pyetje. Si u ndat u përqafuat, dha dorën, u prut në faqe, se do ta di për të nxjerrë në përfundimin tim. u përqafuam, më ishte për qafim pak i gjatë, edhe futet në faqe, edhe kështu. Kur thua ishte përqafim i gjatë, sekonda. a ishte përqafim i gjatë edhe nga ato përqafimet që dikush të merr erë, për shembull që I'm gonna miss you, ose ku diu, se Po, në fakt më gjante pak kështu si përqafim si gjë e fundit, domethënë kur u ndava pas e po mendoja, që më duhet të vëzhgishja më. Wow. E pak të ndjesin. Më kujtosh nëse flas me ai çon, mos të shkruaj ty pse mendon që ma ka thënë këtë, se ti ajo delulu friend, se ma i vdes për ty shkruaj. Ai maron, shkruaj, ju jeni bo për njëri tjetrin. Ishte vërtet shkruam unë. aha. Dhe domethënë muhabeti nuk ishte fare ai që shpresoja unë, ai më tha mua që kishte nisur të njëjtë një vaj. Jo! Ai- Ai njeva. Ai të tha këtë një javë pas ditëlindjes tënde që e festuat bashk? Po. Mund të mendojmë pozitivisht, mund të kishte thënë se për ditëlindje. O Megli. Po, Megli. Tani është Bëje se më dina. keq. O Megli, shko për ditëlindje, i ble një dhuratë që e kishte menduar shumë mirë dhe kishte mbatur mend që para një viti dhe pas një jave thot unë u lidha. Për javë lidhet Robi Megli? Jo, ka qenë i lidhur dhe Ka qenë i lidhur. Që Ka do qenë i thotë lidhur, nuk po. ka qenë pëlqimi Xhesi, thjesht e ka pas Jo, shoqe. Megli, Do do flasim thotë më që ka vonë. dhënë sinjale të Do ta mbyllim. miksuara, Po. sepse ajo jo më kot duken ka të krijuar. miksuara. Janë shumë miksuara. Thjesht ti nuk ke aq shumë shoqëri me meshkuj. Asuni apparently. Kështu që Aha, Eva. Aseva. Më tha që kam përkohë që flasë një vajzë, jam njohur e tani jam lidhur, kështu që mendoj që nuk mund kemi më këtë kontakt me njëri tjetrën, që flasim çdo ditë, sa më vërtet thoshte kishte kuptim. Dhe unë unë jam dakord. Nice. Bias. Më fal. Do më thënë, të tha që kishte një javë, apo kishte disa kohë? që Disa po- kohë i ka thënë. ishte disa kohë që po njihej. Dhe të tha pastaj Kishte që disa nuk dua të flasim aq Ai shpesh bashkë. shpesh. Po. I ka thënë Jo, që Meduza e mund- vdekme. Meduza i ka thënë Adamit që mos të shkruaj. Qa i mrash. Meduza. Gaja gjeti këtë meduzën, mor zot. Po kështu pa kokgjar për në përka, i ka thënë që mos të shkruaj më ty ai. Jam dakord për këtë. Aha, Eva? Dhe mua më erdhi pak habie para se mendoj që mund ta kishte hapur si bisedë, se ne gjithmonë kemi thënë njëri tjetrit kur kemi pas një pëlqim për dikë ose diçka tillë, po
nuk e di, thjesht kështu solli situatën, edhe unë si person që nuk më pëlqejnë shumë konfrontimet ose të kundërshtoj, i thash thjesht, okay, më vjen shumë mirë për ty, bla bla bla, okay, domethënë ti të lumtur. Edhe në fund të gjithë kësaj bisede më thash gjithsesi ti nëse ke diçka gjithmonë mund të më shkruash, unë do jem gjithmonë aty për ty. Aha, po. Edhe po. Ashtu sa. Unë di që kjo Këtë është ja përcash një turive bam, po nëse s'ka që. Jemi kundër dhunës gjithsesi, domethënë duhet ta theksojmë. Ndaj femrave, ndaj meshkujve. Që ka ndodhur rreth para 2 vitesh. Dhe këto 2 vite s'e kemi pasur kontakt me njëri tjetrin fare, edhe pse kam dashur një 2 vite fare. Eva, ndërkohë që ai të tha që po dilte me një tjetër, edhe ti i the që i ktheve përgjigjen që okay, më bëhet shefi për ty, ndërkohë që ti nuk ndihesh e kështu nga ana tjetër e telefonit, apo jo? Absolutisht jo, domethënë ne kam flas qarë sa të ditë. Ke qarë? Po. Po, unë nga që kam që më janë darë prindrit, dhe ajo më duk kështu si braktisje tjetër, më është një person shumë i afërt për mua që thjesht si ku më la sërish. Edhe realisht se kam përjetuar shumë ato kohë, ka shumë e vështirë për mua. Ai për shembull në momentin që e ka kuptuar dhe pa e kuptuar fare, do të thënë ajo normalisht e kuptohet që ti ke krijuar ndjenja, por ti ja ke shprehur pëlqimin. Ai mund të kishte nisur një ftohje ndoshta graduale, vetëm për të dhënë ty hapësirë, po s'është të thonë që të zhduket komplet nga jeta jote, se shoqëria nuk ka pse të zhduket për një person që sot është nesër s'është ndoshta. Thjesht për atë mund t'je duket sikur i është prishur shoqëria dhe fakti që ai e din që ti ke pëlqim dhe ai u lidh mund t'je duket sikur mund të cënohet lidhja e re që ka krijuar. Gjithsesi më fal. Ju nuk rikontaktuat më pas kësaj periudhe, po thoje? 2 vjeçare. Jo, fare. A ti nuk e bërë më asnjë tentativë? Se më the që ishe duke kaluar një periudhë pak të keqe së fundmi edhe e ndjeve sikur kishe nevojë që të rilidhesh edhe një herë me të dhe kishe nevojë për prezencën e atij në jetën tënde? Po, kjo ka qenë para një javë, domethënë javën e kaluar. Thjesht pata një situatë shumë të ngarkuar në familje dhe domethënë kisha nevojë ftisa me dikë që i dinte gjërat që në fillim, që nga gjeneza dhe jo. Por momentalisht vetëm një shoqë të ngushtë kam, po ajo këto vitet e fundit e kam bërë shoqë. Jo vitin e fundit e kam bërë shoqë. Dhe nuk është i di gjithë gjërat, edhe kisha nevojë për atë specifikisht nga që i di gjërat pak më thellë, muhabetin. Dhe sërish valla një story, thash okay, po provoj një herë. Dhe valla një story dhe ka qenë ora 1:30 të natës, të thjeshta shumë keq, domethënë atë natë dhe i vota story, edhe e di që thjesht nuk do të fitën atë çast, po thash okay, do shoh nesër. Edhe unë gjithë natën atë natë nuk kam fjetur. Dhe reja si është gjithkohë storyn, edhe nuk e pa. Thjesht e pa më në 6 mëngjesit, po në atë kohë kuptova që thjesht do të çuar, nuk është se prisja të them të përgjigjen në moment. Edhe prita që paratiten, që drekën, që mbasditen, ka qenë 24 orë story u fshi, edhe ai nuk është të kontaktoj fare. Sa keq është kjo pritja. Po. Pritja shumë e keqe, i them. Çiko, e di që ti nuk je as e para as e fundit që një shoqëri femër mashkull ke krijuar ndjenja, sepse zakonisht shoqëritë siç janë femër mund të ketë sinjale, të duket edhe kështu si e çuditshme që ke një mashkull që kujdeset për ty, por ndonjëherë është thjesht në aspekt shoqëror, nuk do të thotë që ai ka ndjenja pse është aq i afërt. Edhe këto tani ti krijon sinjale të miksuara që të ndikojnë ty. Ti shoqërinë me atë pas ndjenjave që krijove nuk e për ta pasur dhe nuk kishe për ta pasur kurrë njësoj. Me thënë, kështu që ai është bërë the bigger person që është larguar, sepse më shumë do lëndoheshe se do vinin që do dilje ti me të dashurën e ati do ta shifje, do thelloheshin akoma më shumë muhabete dhe do bëj akoma më vështirë për ty. Kështu që kjo qëndron që thua ti, po unë prapë vazhdoj të mendoj që në një marrëdhënie, domethënë në një shoqërore, çun goc, çuni gjithmonë mendoj që mund të kapi ndjenja më shpejt se goca. Nëse kjo ka kapur, mendoj që ai po, nuk është rasti, po mendoj që nëse kjo ka pasur ndjenja, mendoj që ai ka pasur, po thjesht tash ta mbaj aty atë për çelë sigurt që e kam këtu. Se në momentin që ai nuk do kishte ndjenjë, është ndërpres në shoqërinë dhe kaq boll. Ai ka mbajtur dhe pas asaj. Po s'janë gjërat e preme me thiko, gjës pastaj ti e ke vështirë të pranosh dhe që dikush mund mos ketë qef mbrapsh.
kur kemi bërë atë episodin që të duket absurde që dikush nuk të ka qef. Rrit me ty dhe nuk i pëlqen, mund të jesh femra më e bukur në botë, nuk ka asnjë lloj ndjesie, nuk i pëlqen, është shumë normale. Jam dakord me këtë, por nëse ai Po ka pra, po pasur mund të jesh dakord ndjenja me pse, faktin se ka mbyllur shoqërinë pa ka vazhduar akoma. Po ai shkreti njësoj është sjell, thjesht kësaj kanë lind ndjenjat. Po pra, po tani Unë Robi kam jo Kur akoma. edhe mua më ka ndodhur ndaj shok më ka thënë që më ka qef kur kam qenë gjimnaz, deri në momentin që ti nuk e thu, ti të pëlqen e do shoqërinë me atë, mund të jetë egoiste se të pëlqen shoqëria po deri në momentin që tjetër ti nuk të vjen të thotë shikoj se un kam ndjenja, ti mund ta bësh i syqor. E bën synqor, por kur ta thot, dhe pastaj Është ri largu, akoma. pra. Ja ka thënë, larguar. po ka pas ditëlindjen, është largu. Eva, është Atë ftohtë. është larguar, ftohtë se ka qenë i lidhur, se më ta presim Jo, blerë. është ftohur Është që ftuar. para ditëlindjes. Jo, i ka shkuar në ditëlindje, ka organizuar vendin, ka Po pra, gjetur thjesht vendin ka me dalë të dy, i ka detaje. bler kristalet. Ç'është Kristal, ai mund të kishte bler edhe një çokoladë, Çfarë whatever. sik mund të kishte blerë E tuf me lule. Po pra, po në sensin që është një gjë se po bën. Është e fortë. Po pra, po s'është anormale që shoku jot i ngushtë të bëj dhuratë një gjë që ti e ke qef. Jo, nuk është. Po jo, shoku i ngushtë nuk është, domethënë është normale ta blej, po shoku i ngushtë, pasi ke marrë vesh që ti ke ndjenja dhe vendos të ti ushqimon shumë ato, nuk është normale. Tu thash jam dakord që ai ka bë gabim që aty duke filluar ftofja, po kjo s'do thotë që ai do të kishte pas ndjenja që në fillim se mashkulli mos e është shumë e keqe ky diferencimi që meshkull krijojnë më shpejt ndjenja Jo, në nuk shoqëri. mendoj. Thjesht mendoj që në marrëdhënie çun gocë, mendoj që çunat kapin më shpejt ndjenja. Por në këtë rast, edhe pse ka kapur Eva më shpejt, prapë mendoj që ai ka pasur ndjesinë që këta kanë qenë më shumë se shok, por më pak se të lidhur dhe e kanë mbajtur ashtu, nuk e kanë ndërprer. Fatmirësisht, Eva ne kemi në telefon dhe kjo ishte pyetja që unë doja t'i bëja. Eva, më dëgjon? E dëgjove diskutimin që kishin Megli me Xhesin me njëra tjetrën? Eva, ky diskutimi premium që të bënin për shoqen tonë të ngushtë. Domethënë, unë me Xhesin jemi kështu tough love givers. Kur i kthehesh mbrapa në kohë, mendon që ndoshta ti e ke egzageruar me pritshmëritë që kishe kundrejt ti, apo ai realisht të kishte dhënë sinjale që edhe ai kishte ndjenja të ndërsjellta, sepse ti je në një moshë nuk je e vogël, ti je në një moshë që ne arrim ti dallojmë, edhe në një moment që ndoshta kemi qenë delulu, pas disa kohësh ti ftohesh edhe thua, më dreshin Eva ja kishte futur kot. Domethënë, në çfarë pikë je tani? Kur e mendon? Po, okej, nga një anë thjesht më vjen keq që humba shoqërinë, se thjesht mund ta kisha mbajtur, ta kisha kursyra atë si të thënë. Po në atë periudhë unë kam qenë shumë impulsive. Në atë përqeja dikoj gjithmonë e thoja. Po ti se tani s'do bëja normalisht, se jam më e kontrolluar edhe thjesht do kurseja si deklarat. A të ka dhënë ai ty ndonjë kthyer pas në kohë, të ka dhënë sinjale në mënyrën se ju e kishit marrëdhënien tuaj. Pra, kishe hapësirë ati të mendoje që dhe ai të pëlqente, apo tani mendon që ti ke qenë ajo delulu që ndoshta Po, mendoj shiko se kam ai qenë s'ka delulu. patur taj qef. Jo, nuk është, domethënë ne gjitha kemi qenë delulu në një pikë në jetë, domethënë mos u Kemi qenë, jemi dhe do jemi. E, vazhdo, ashtu, pra. thjesht ndryshon situata. Domethënë, E mendoj që mbasi ka qenë pak egzagerim nga ana ime, se nuk është se ka pas një sinjal shumë të qartë që Shiko. themun që okej do kapëm mbas kësaj edhe tani jam e sigurt për deklaratën që do bëj. Unë mendoj që ka pasur një sinjal. pashka majti. Unë mendoj që ka pasur një sinjal dhe po dalun avokatja e Evës në të çështje. Xhaxhi, ka bëj Ka 27 këtë ditë ti. Ai nuk po faqe, nuk të po faqe. Shka maj. Shka. Atëherë. Migli. Se Shko, po unë dalë se mendoj- avokatja, jo, po dalë se avokatja e një Evës. sekond. Avokatet lutem një sekond. E pandehura u vetë shpreh që U vetë kam shpa qenë fajtore. delulu, ti avokatja pandehura që është s'ke qenë zgjuar. fare eksistente në jetën e saj, edhe nuk e di Dëgjoj pak, situatën. unë Pandehura është Gjesi. zgënjur sepse nga momenti i fundit që ai se ka kthyer Bridget Story. Gjesi Pam. dëgjoj. Nuk mendoj që Gjesi, është vetëm ne ta ajo. pranojmë. Nuk flet mjaftu shumë. Më fal një sekond, se ti dhe më Gja. gja. Blertës do ta çoj screenshot-ën me meshku, sot i çoj kur. Do më vejosh me nani, ky vdes për të vit propozoj sot na. Se ato. Dëgjoj. Siç e thash dhe Evës, ne gocat në një pikë në kohë në jetën tonë, në një moshë të caktuar, e ushqim veten me ca emocione dhe ca ndjesi që ndoshta nuk janë ashtu duam ta shikojmë ne dhe kjo është krejtësisht okay. Siç dhe Eva thot tani, Gjesi më dëgjoj për të më kuptuar, jo për të më kundërshtuar, lutem. Se ke një kështu, dua ta them. Dëgjoj, të gjitha e kemi kaluar këtë fazë.
e shëndetshmja është ta kuptosh që nëse ai ty realisht nuk të ka dhënë aq shumë sinjale dhe hapësira që të krijosh ndjesi, ti krijove ndjesi dakord në rregull, por ai ka qenë the bigger person, unë këtu jam me Meglin, ka qenë ai më i rritur i marrëdhënies, pavarësisht sinjaleve të gabuara që ka thënë, në momentin që unë u lidha, nuk ja vlen të mbaj më me shpresa këtë gocën. Dhe ka qenë ai që i ka thirrur. Aty ka qenë okay ai. Aty është okay. Po para kësaj, kur fliste 24 orë non-stop, jam aty, më thuaj ti mua, kush ti je i lidhur sot? Edhe sta thot çdo ditë se ku është. Çdo moment se ku është. Nuk e definonti se si ti ke Fucking hell! Edhe unë flas 24 orë. Jam dhe këtej. Edhe unë flas 24 orë me shoqërinë time, moj. Kush flet 24 orë Unë me kam edhe shoqërinë? grup që flasim në Po, grup grupi është gjithkohë. tjetër. Grup Grupi 4 është veta, tjetër. unë, Kristi edhe 2 të tjerë. Po, është tjetër Jemi edhe grupi. në privat, që çoj meme dhe flasim gjithkohë. Ata Është ndryshe të thosh meme kur ti shef meme, Moj është thema, ndryshe ti po nuk thua e definon ti, moj marrëdhënien shoqërore dikujt tjetër nuk e di ti. Si thosh ti tjetër. Po e definoj, ti s'u ka qenë marrëdhënie shoqërore, ka ajo qenë shumë po thotë saq. Gjesi Po që unë atëherë nuk që është kam e aq lidhur me normale. shokun tim Gurs, të flas Pse? për ditë dhe flasim një ditë ku jemi 24 orë. Kush i bën? Nuk flis të orë. Bas, do ta hapim. Ti bëj screen record Flet. ta nxjerr këtu. E di flet. Nuk ka një gjë që nuk flet sot për mua me telefonin tim. A kupton? Nuk flet sot, vazhdon. Vetëm që dalje vetja. Migli është pak rast në studimor, duhet thënë, se Migli ka Shiko, ka një unë shoqëri mendoj. shumë shëndetshme dhe një grup shumë të madh. Po pra, po, rast të rrallën ato 1 në 1 milion si vllai. Edhe kesi me filanin që ka qenë edhe në punë këtu. Mos i bë gjonat që nuk ndodh. Se po i çon gocat e shkreta që kanë shok, do të shprehin ndjenjë, i thënë ti që flet me mua dhe më thu ku je, ti Jo. domu. Jo, pra jo, ajo çfarë po jo. thotë, të kalojmë pak nga kolltuku tjetër është që nuk është dash normale, jo normale. Nuk parandodh aq Po, shpesh, sa po, se këtë ti po në gjykim them. nisesh nga shoqëria jote dhe mirë bën. Ashtu duhet të jetë. Por një çun sot ti je lidhur dhe nuk të thot ku është çapo Po pra, po, 24 kjo orë. është një gjë nga 1 milion. Ti vetëm se flet me atë nuk i fut kam qef dhe me do që ti ke ndjenja për Jo, mua. pra, jo një sekond. E para e punës. E nisim, nëse unë do kisha një shoqëri me një çun, ai çuni mos të mua që kam ndjenja për ty. Unë aty do të ndërprisja, sepse unë për shembull kur hyn në një shoqëri, e di që këtë e kam shok. Dhe kur ky çuni më thotë që unë ndjej për ty, unë ndërpres, sepse s'do të jap më shumë shpresa që mund të ketë diçka me mua. Moj, Ai s'e ka ndërpres. po harroni Ai ka rastet. dhënë, ka qenë aty për t'i dhënë shpresa që shiko se ndoshta Këtu ne ram të dakord ardhmen, gjithë. jemi bashkë. Këtu ram dakord gjithë që ai ka bë gabim. Po Pra, ka flas bërë me disa tërësimin gjëra, muhabetin. Po harroni rastet që janë goxha të shumta që dashuri shumë e madhe dhe prej shumë vitesh ka dhe nga rastet që kanë qenë shok dhe shok Po. të qërtit ngushtë. Po. Kështu që nuk hidhet poshtë ajo dhe që thot Gjesi, sepse nëse në këtë rast do kishte qenë e përbashkët mutuale dhe nga ana e tij, ata sot mund të ishin të lidhur. Po pra, po unë mendoj që t'i japim një mesazh gocave edhe vetes tonë dhe unë vetes time si gjithave që duhet mos mundohemi të ca gjëra të gjejmë gjëra që s'janë për t'i nuk po them që dhënë. të mundohet, po them që ai ka dhënë sinjalet sikur ai mund kishin ai dhe ajo mund kishin diçka të ardhmen bashkë. Dhe kjo ka pritur se mund të Po kenë. ajo vetë po thotë Ka ndoshta e pritur. kam egzageruar se s'kan qenë ashtu sinjale, vetëm ti i shef këto sinjale. Po pra tani, mbasi ajo ka dhënë storin dhe ai ka lënë sin dhe kanë 2 vite pa folur, tani mendojmë gjithë që mund të ketë egzageruar. Po në ato momente që ka ndodhur gjëja, ka qenë që ai me vërtet ka dhënë sinjale që shiko se mund kemi diçka më vonë bashkë, të ri aty një herë. Ndoshta se Sa ti lidhe ka mua të mbaroj sinjalet e lidhje ndryshme nga tjetri. Oh, Eva, ç'na bëre me këtë bisedë, Eva. Ai Po me gjom. pije. E bëra mirë. Unë do të them Unë do të them thjesht faleminderit Gjesi se po thot fiks ato që duhet të them unë. You're welcome. A ke zgjedhur një avokate të shkëlqyer në këtë podcast.